Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Damian Gjiknuri është takuar me banor të Berdeneshit. Duke përmendur zhvillimin e qarkut të Vlorës gjatë këtyre mandateve, në fjalën e tij Gjiknuri pohoi se Partia Socialiste ka bërë shumë, por është një projekt akoma i papërfunduar. Më shumë investime do të ketë si për Vlorën ashtu edhe për Sarandën dhe gjithë zonat. Gjiknuri deklaroi se projektet e parashikuara do të krijojnë ekonomi, ndërsa theksoi se objektivi kryesor mbetet vetëm anëtarësimi në Bashkimin Evropian. Gjiknuri u drejtua banorëve të Berdeneshit duke kërkuar mbështetjen maksimale përmes votbesimit për të qenë deputeti i tyre dhe për t'i përfaqësuar dhe adresuar problematikat e zonës deri në zgjidhjen përfundimtare. Partia Socialiste, si partia në pushtet, vjen dhe kërkon votët me një sër arritjes, pra me një bilanc pozitiv. Kjo është shumë e rëndësishme për të vazhduar atë rrugtim të nisur së bashku. Partia Socialiste për qarkun e Vlorës ka qenë një qeverisje e cila ka dhënë maksimumin, ka bërë shumë investime, por është një projekt akoma i papërfunduar. Do të thotë që më shumë investime do të ketë si për Vlorën, ashtu edhe për Sarandën, dhe kur them Saranda e gjithë zona, jo vetëm qyteti. Projektet dhe investimet e qeverisë të fokusuar në këtë qark do të krijojnë ekonomi. Objektivi jon kryesor është anëtarësimi në Bashkimin Evropian. Futja në Bashkimin Evropian na bën të mundur që të çlirohen një pjesë e mirë e fondeve, një pjesë e mirë e projekteve të infrastrukturës së madhe, si rrugë, infrastrukturë e rëndësishme, po qoftë dhe subvencione në bujqësi, të vijnë nga Bashkimi Evropian dhe buxheti i shtetit të lirohet duke adresuar nevoja më imediate të qytetarëve që zakonisht nuk mulohen nga fondet e Bashkimit Evropian. Lirimi i disa fondeve që vijnë nga BE-ja do të bëjë të mundur edhe më shumë mbështetje për bashkinë si Bashkia Sarandë, përfshirë edhe zonat ku jetoni ju. Skema e subvencioneve duhet të jetë mase më efikase dhe këtu edhe unë do bëj çmos që t'ju ndihmoj dhe të ndihmoni edhe mua si mund ta bëjmë më mirë këtë punë. Për këtë jam si deputet, edhe fshati juaj dhe patjetër gjërat që ju interesojnë si blegtor. Nëse unë marr shumicën e votave në Bashkinë e Sarandës, unë duhet të jem deputeti i juaj. Ju përfaqësoj ju. Juve duhet i peshoni vlerat politike të gjithë secilit. Për problemet tuaja, për përfaqësinë tuaj, ju duhet një politikan me eksperiencë që ka dhënë prova, që njeh shtetin, njeh vendimarrjen për atë çka kam dhënë ndër vite për PS-n dhe do doja të merrja mbështetjen maksimale të gjithë secilit. Jam një garanci më shumë politike nëse e vlerësoni ju. Çfarë janë interes fshati, komuniteti dhe ndihmë në institucione, do ta bëj sa të kem fuqi dhe për këtë kjo është marrëveshja ime morale me të gjithë ju. Banorët deklaruan mbështetjen për Partinë Socialiste dhe për kandidaturën e Gjiknurit, duke theksuar se Gjiknuri është i vetmi njeri që mund të bëjë për Berdeneshin. Për të gjithë, për Berdeneshin, për Sarandën, për gjithë edhe është i vetmi njeri, i vetmi deputet që presin të bëjnë diçka më të mirë. Për Berdeneshin nuk është vënë ai dorë që deri tani. Mendoj se me Damianin ne do të japim zgjidhje. Të gjitha, si për rrugët, ujit, kanë lojra, shkolla, këto që kemi më problematike. Votoni numrin 5, votoni Damian Gjiknurin. Besoj se të gjithë duhet të kuptojmë një gjë dhe atë më vetemtar. Dhe unë mendoj që është kemi momentin si bashkëqytetarë të gjithë të ndajmë sharpin nga sheqeri. Dhe kush është sharpi nga sheqeri? Unë mendoj që është momenti sot dhe vetëm sot dhe në zgjedhjet e ardhshme të datës 11 për ne të votojmë Partinë Socialiste, se është momenti janë të tëra rrethana të gatshme për Shqipërinë të hyjë në Evropë.